Nga gjërat që unë mendoj që janë probleme më i madh, sot kemi dy fenomene që janë plagë fort. Fenomeni i parë është që është analfabetizmi i moshës 30-40 vjeçare, i asaj grup moshe e cila bëri eksode të ndryshme dhe shkoi në shtete të ndryshme, por u rikthye pa mbaruar sistemin e arsimit dhe i kemi analfabet, pra i kemi pa përfunduar ciklin 9 vjeçar apo 8 vjeçar atëre, dhe kemi analfabetizmin funksional që lidhet me tendencën e atyre të rinjve që donin të merrnin shumë shkollëra ose duan të marrin një shkollë për pa qenë realisht aty, dhe kjo quhet licencosh ignorancën me nivelin e diplomës universitare. Këtë e vërejmë fatkeqësisht edhe këtë një pjesë të rinj deputet që kanë hyrë në parlament, të cilët nuk arrin dot të rokizojnë dhe të kuptojnë atë çfarë ju shkruhet, ndonë se mund të kenë dalë mirë apo keq në universitet, kjo bëhet dhe më e rëndë akoma, dhe tregon që në këtë pikë qëndimi ka arritur atje ku nuk mban më thot populli, dhe prandaj mendoj që